Ish kryebashkiaku i Durrësit Vajgjush Dako ndodhet i shtruar në repartin infektiv në spitalin e Durrësit për shkak të probleme shëndetësore, ndërsa SPAK ka lëshuar urdhrin për ekzekutimin e dënimit me 2 vite e 8 muaj burgim. Pas vendimit të gjykatës së apelit të GKK-s, e cila konfirmoi dënimin me 2 vite e 8 muaj burg për shpërdorim detyre, SPAK nxorri menjëherë urdhrin e ekzekutimit të vendimit. Policia shkoi në shtëpinë e Dakos për zbatimin e vendimit, po për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, aritmi, ankth dhe probleme me hernjen diskale, ish kryebashkiaku dërgua dhe ushtrua në spital, ku ruhet nga policia e burgjeve. Sipas kodit penal, çdo ditë e kaluar në spital llogaritet si një ditë e kryer e dënimit. Në total, Dako duhet të qëndrojë edhe 9 ditë të tjera në spital për të përmbushur detyrimin e tij ligjor. Ai është arrestuar më 6 qershor 2023 dhe u lirua në shkurt të vitit 2024, pasi kishte përfunduar periudha e paraburgimit, duke qëndruar më pas në arrest shtëpie. Vendimi i apelit i martë nga gjyqtarët Engert Pëllumbi, Miliana Muça dhe Iliriana Ulldashi konfirmoi gjithashtu dënimin me burg për 3 të tjerët, Fatmir Ejupi, Fiqëri Farraku dhe Ardian Bulku, me nga 2 vite burg secili, të cilëve përmes gjykimit të shkurtuar dënimet i kanë pezulluar me shërbim prove. Rastin për cilën Daku u dënua përfshin ndërtimin në një pallati në Durrës 12 vite më parë, që u shem nga tërmeti i vitit 2019. Leja e ndërtimit u legalizua 3 vjet pas përfundimit të pallatit, duke legalizuar katet e jashtëligjshme. Abuzime me tendera për ndërtimin e një shëtitore në vitin 2014-2015 që i shkaktoi buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milion lekësh sipas kontrollit të lartë të shtetit. Gjykata e posaçme i ka hequr Dakos të drejtën për të shtruar funksione publike për 5 vite, duke i dhënë fund kësaj periudhe të rënduar nga aktet e shpërdorimit të detyrës gjatë kryesimit të Bashkisë së Durrësit.